Serbia ul në tryezën e dialogut strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një mekanizëm i rëndësishëm për thellimin e bashkëpunimit dypalësh, ndërsa Kosova vazhdon të ketë të ngrirë këtë proces me aleatin e saj kryesor. Nga Departamenti Amerikan i Shtetit deklaruan se rifillimi i dialogut strategjik me Kosovën do të varet nga krijimi i kushteve të përshtatshme, përfshirë përmbushjen e zotimeve të Kosovës ndaj komunitetit serb. Në anën tjetër, ish ambasadori i SBA-s në Kosovë, Jeffrey Hovenier, gjatë kësaj jave u shpreh se nuk ka patur asnjë lëvizje për dialogun strategjik, që nga pezullimi i tij në shtator të vitit të kaluar. Paralajmërime erdhën dhe përmes të ngarkuarës me punë ambasadën amerikane në Prishtinë, e cila deklaroi se Washingtoni ishte i zhgënjur me veprimet dhe deklaratat e fundit të kryeministrit Albin Kurti. Ajo ka bërë të ditur se Shtetet e Bashkuara po shqyrtojnë përgjigjen e tyre duke theksuar se çdo veprim që dobëson stabilitetin politik dhe ekonomik është një sfidë serioze për partneritetin ton. Pezullimi i këtij dialogu u pasi një sinjal i qartë politik nga Washingtoni ndaj Prishtinës, duke reflektuar pakënaqësinë e SBA-s me disa vendime dhe qasje të qeverisë në detyrë. Megjithatë, pala amerikane ka theksuar vazhdimisht se partneriteti me Kosovën mbetet i rëndësishëm, por se ai kërkon koordinim më të madh, respektim të parimeve demokratike dhe mbështetje për institucionet e pavarura.